Muhamedi sa më tha kështu të nderuar vëllezër besimtar. Kush beson Allahun dhe ditën e gjykimit, a janë këto pjesë besimit? A është kjo çështje e besimit? Po. A është çështje e imanit? Po. Atëherë ç'është reagimi i duhur i këtij imani? Le të flet mirë. Me fol mirë, në çfarë pjesë bën? Ku rreshtohet fjala e mirë? Te morali, te edukata, te mirësjellja. Wa qulu lin-nasi husna. Allahu tha, dhe me njerëz komunikoni mirë, përzgjidhni fjalët, përzgjidhni fjalit, formuloni si duhet, kujdesuni nga ofendimet, nga lëndimet, nga fyrjet. Prandaj, a kemi komunikim mirëfillt mes vetes sot? Mas pari në familje. A komunikojnë fëmijët me prind që duhet? A komunikojnë nxënësi me studentin, e studenti me mësuesin e profesorin që duhet? A komunikojnë i riu me vetën që duhet? E pastaj në nivelet e tjera. Fatkeqësisht, jo rrallë po ndodh që po helmohet, po kontaminohet kogja shumë ambienti dhe klima e komunikimit mes njerëzve. Që nga instancët më të larta fatkeqësisht, nga përgjegjësit e institucioneve të caktuara, dëgjojmë fjalor të pahishëm, të turpshëm me dëgjuar nëpër media tona, të rrezikshëm me u edukuar të fëmia jonë. Prandaj, të kujdesshëm temi. Mund të kemi mosfajtime, mund të kemi dallime, normale është kjo. Po pse duhet të ketë ofendime? Pse duhet të ketë akuza dhe shpifje? Pse duhet të ketë linçime? Pse duhet të ketë kështu? Pse duhet të ketë tendencë të parazit për shkatrim total të kundërshtarit? Pse duhet të ketë kështu? A nuk kemi një? A nuk kemi një gjuhë, një vend, një popull? Çka jemi ne? Prandaj duhet me refuzu këtë gjuhë. Me çka do të kena mundësi? Gjuha e urrëties, e nënçmimit, e linçimit e të refuzuar. Duhet me komuniku mirë, përmende kritikën, qortimin, argumentoje dhe sutje. Prandaj na mëson besimi që ta përmirësojmë besimin, po, ta përmirësojmë adhurimin, po ta mësojmë edhe komunikimin, edhe qasjen, edhe lidhjen mes njëri tjetrit.